miq, do të flasim për protestën e Partisë Demokratike. Sali Berisha ka thënë që kjo protestë do të jetë ndryshe nga të tjerat. Por çfarë do të jetë ndryshe, sa do të zjas, apo do jetë edhe kjo pavarësisht fjalëve si të tjerat që pas një fjalimi të shkurtër, më pas gjithë do të largohen? Për këtë do të flasim me një nga pjesëtarët, aktivistët, simpatizantët, por më shumë se kaq të Partisë Demokratike, doktorin, lektorin Erges Eskiu. Erges, përshëndetje dhe faleminderit. Faleminderit për ftesën. Faleminderit ju. Çfarë prisni nga kjo protestë? Apo ndoshta prap demokratët do të jenë atë narkozën që i ka fut Sali Berisha për një realitet që ndoshta nuk është ky, siç duket? Ne presim zëmërim, presim revolt nga demokratët. Situata është inkandeshente. Njerëzit janë tërësisht të lodhur prej kohësh tashmë, jo vetëm nga skandalet që kanë plaçur së fundmi, dhe do t'i mbetet në dorë qytetarëve se çfarë do të bëjnë, si do të veprojnë me Edi Ramën. Normalisht ky është një aksion që do të marrë kohën e vet, pa diskutim, nuk e kemi mohuar kurrë që Rama do të bjeri për një herë nga pushteti, sepse ne kemi të bëjmë me një person që sot po i thotë shqiptarëve që unë jam hajdut, unë jam i korruptuar, por ju nuk më bëni dot gjë sepse unë e rregulloj me Trumpin. Nuk është e vërtet. Thjesht ky është një tentativë Edi Ramës për të ulur gjithë presionin popullat, pra që nuk më bëni dot gjë, mos u tensiononi kot, mos e merrni shumë seriozisht se nuk ja dini dot me mua sepse unë e gjej rrugë zgjidhje, pra Rama do të mbrojë mitin e pathyeshmit sot. Dhe protesta nesër të ka qëllim. Të thyej mitin e të fortë. Rama nuk është i fortë, Rama asnjëherë nuk ka qenë në zyrë sa ne kemi protestuar, pavarësisht se nesër ditë shtunë, po edhe kur ka qenë ditë javë, Rama është larguar. Po çfarë do ndodhte edhe po të ishte aty, sepse po lexoja një nga demokratët që është distancuar nga zoti Berisha dhe në 2021-shin edhe thoshin që shiko, pasi u shpallon grada, e vetmja gjë që ka e dhunshme që ka bërë Berisha, nuk ka thyer asnjë xham gjikundi, por gjëja më e dhunshme që ka bërë ka qenë ajo në 8 janar në oborin e Partisë Demokratike. Shiko, e para punës ne nuk kemi parti e dhunës. Ne nuk kemi si Partia Socialiste që thotë pushteti merret me grykën e pushkës e mbahet me grykën e pushkës. Ne do vim në pushtet me votën e lirë. Sepse zoti Berisha ka thënë një gjë edhe për vitin 91, edhe për sot. E thotë me dy fjalë, nëse vjen në pushtet me dhunë ti do qeverisësh me dhunë. Pra revolucionet vjen nëpërmjet dhunës. Dhe në revolucion janë guzimtarët, guzimtarët nuk janë intelektualët përgjithsisht, ha. Përgjithsisht guzimtarët janë ata njerëz të cilët janë të veprimit, por nuk janë të ideve. Dhe një qeveri që vjen nëpërmjet dhunës do ta shpalosë dhunën kur të jetë në qeveri vet. Por atëherë dhunë jo. Në këtë kuptim, Partia Demokratike ka për qëllim të rrisi presionin, të rrisi numrat në shesh, sepse numrat janë më të rëndësishëm, sigurisht që edhe tension, edhe revolt do ketë, por këta njerëz të cilët dalin dhe bëjnë retorik boshe, këta njerëz do t'i thonë demokratëve që po i mbështet vetë Partia Socialiste. Kush i mbështet ata njerëz? Kush i fton nëpër studio? I fton Merobaze, i fton Carlo Bolino, i mbështet Sokol Balla publikisht, dhe Sokol Balla është një mafioz. Është kolegu juaj, më vjen shumë keq ta them, por Sokol Balla ka kërcënuar me jetë Gazmend Bardhin. Jo, jemi në një aspekt tjetër. Jemi ka njerëz, skenari paqe. Ty thoni as dhunë, por as me vot jo. Me vot lirë nuk bie. Me dhunë nuk e marrin pushtetin. Tani pushtetin tani nesme. Ne po themi këtë gjë, ne do vim me vot të lirë, por vota e lirë garantohet nga qeveri teknike. Pa Ramën kryeministër. E mori zoti Lulzim Basha, qeveri teknike, por e mori me Ramën kryeministër. Për sa kohë që Rama do të mbetet në krye të qeverisë, bandat, gjithë patronazhistët marrin mesazhin që ky nuk bie dhe ne do vazhdojmë me Ramën. Ama nëse Rama bie, të gjithë banditët do largohen nga Tirana. Nga Afrika e arrestimit, nga Afrika e burgut, do të triqen pas. Dhe ju keni rastin e Krujës. U prish Rama me bandën e Krujës atje, ata nuk ndryn fushat dhe Partia Demokratike e fitoi Krujën. Edhe në Durrës ishte banda tjetër e cila punoi fuqishëm. Po nëse ajo bandë ishte tërhequr, Partia Demokratike do të kishte fituar gjithë çfarë në Durrësit. Banditët janë të fortë nëse kanë mbështetje qeveritare. Nëse kanë në krye aleatin e tyre, kolegun e tyre apo
mikun e tyre, si mund ta quajnë ata. Dikush e quan i gjati, dikush e quan palloshi, pak rëndësi ka. Por, momenti që Rama bie, gjithë shqiptarët e mposhtin frikën. Nuk shkojnë njerëzit me detyrim për të votuar për Edi Rama. Do shkojnë të votojnë me vullnet të lirë, sepse e marrin mesazhin që ky njeri nuk është më. Pra, e keqja, rreziku, gogoli, nuk është më, është larguar. Dhe presioni qytetar nesër dhe në vazhdim do të arrijë këtë gjë, rrëzimin e Edi Ramës nga pushteti. Me qeverit teknike, me zgjedhje të lira të ndershme, ne do i japim shqiptarëve mundësinë të zgjedhin të lirë. Ne nuk po themi na jepni pushtetin me dhunë. Na jepni pushtetin tavolinë. Nuk e themi kurrë këtë gjë. Dhe nëse Rama pretendon që PD-ja është problem, sepse gjithë propaganda e mediave të Edi Ramës është orientuar opozita është dobët. Po të ishte dobët opozita, nuk do shpenzoni miliona euro këta çdo natë nëpër panele me mercenar, me analist, me media të orientuara vetëm në diskursin publik si është opozita, është e përçarë, është e dobët, nuk e duan Sali Berishën, nuk e duan. Nëse Sali Berishën ose Ergesa Skiu nuk e duan, ky zotëri pse i vjet zgjedhjet? Nëse mua nuk më shikojnë dot me sy, sepse mund të jem hajdut, mund të jemi korruptuar, mund të jem njeri që thjesht s'më pëlqejnë për pamjen. Ose mund të kem 1000 zezat. Pse i vjet zgjedhjet ky? Pse fali ky 2 miliardë euro 3 ditë para zgjedhjeve? Pse i dha ky pensionistëve 100 euro pension shpërblim në muajin prill? Pse përdor ky bandat? Pse përdor ky prokurorin? Edhe në qendër të bllokut, Erion Braçe binte vota dhe prokuroria nuk vinte ta kapte flagrancë. Ata njerëz që ishin aty brenda me kompjuter, drejtoresha, patronazhist, u lan të iknin. Policia nuk vinte, prokuroria nuk vinte. Pra, pse e përdor ky edhe në zemër të bllokut, në një bastion të majt, e përdor blerjen e votës? Sepse ky njeri e di që në zgjedhje lira ky nuk i kalon as 20% votave. Prandaj, thash, gjithë ky diskursi i tyre që opozita është dobët, është frika e tyre. Nuk merret njeri me Lulbashën sepse është i djegur politikisht. Nuk merret njeri me partitë e vogla parlamentare, me 1 apo 2 deputet sepse e din që nuk prish asnjë punë. Merren vetëm me PD nga mëngjesi deri në darkë për të induktuar ose për të mbajtur gjallë bindjen e gabuar tek njerëzit që opozita është e përçarë. Jo. Opozita është e bashkuar dhe kjo është falë autoritetit Sali Berishës. Mund të duket kështu sikur ne glorifikojmë një person, sikur ne duam shumë babain. Ne respektojmë babain, patjetër se jemi parti konservatore që i ruajmë vlerat, i konservojmë vlerat tona. Por Sali Berisha ka autoritetin për ta mbajtur bashkuar opozitën. Opozita nuk është e përçarë. Do Rama të besoj popullit. Saliani nuk është që nuk merret në konsiderat. Shiko, Saliani, e thash edhe pak më përpara, gabon shumë kur merr mbështetje nga Sokol Balla, nga Carlo Bolino, nga Merobaza. Edhe njerëzit që shkojnë. Si mund thuhet kjo? Si mund thuhet kjo për njëri që ka bërë burg, siç thot ai për partinë? Mund thuhet kjo? Po, unë nuk e mohoj që Saliani është i burgosur politik. Unë po them një gjë, që ambicia personale çdo njeriu nuk mund të prevalojë me interesin e përgjithshëm. Qoftë PD-s, qoftë Shqipërisë, sepse këtu varet fati i Shqipërisë, jo vetëm fati i PD-s. Pra ti ke ambicie për bërë karrierë politike, ti rrugën të hapur e ke. Po, tek të gjitha ato që thot ai, nuk ka të drejtë tek asnjëra nga ato që thot. Çuko nuk e kam ndjekur sepse nuk po bën interes për mua, me sinqeritet. Nuk më dëgjoj. Saliani kishte për të bërë analizat e dega numër 6 në kombinat. E kishte mundësinë për të vazhduar karrierën e vet politike. Nuk po jam mohonte, nuk po pengonte kush. Fakti që Saliani indirekt dhe direkt përdoret nga Edi Rama, tregon që është i paaft politikisht, është i paaft për të menduar largpamësi. Edhe gjithë njerëzit e tjerë që shikojnë që shkojnë pas, edhe dalin tek Merobaze, tek Tema Televizion, apo dalin tek Carlo Bolino, është e turpshme se këta njerëz po keq përdoren nga armiku i tyre në dëm të tyre dhe në dëm demokratëve. Ju e cilësoni kaq naiv atë. Shumë naiv. Tërësisht naiv. Shiko, tash edhe njerëz, zoti Berisha i shkoi në burg, i çon një libër, e mbështeti. Edhe po e bënte kauz burgosje e tij politike dhe unë nuk e mohoj kur është i burgos politik. Është në bëri burg pa të drejtë. Vetëm që Fatmir Xhafat pastronte fytyrën e vet. Por mënyra se si po luan tani është e gabuar. Është thjesht tentativë e Saliani për të imponuar në një post nën kryetar partie, për të garuar në
30 për postin e kryetarit të partisë, jo sot 2026. Sepse nuk e kuptoj as ta njerëzit që thonë, jo po ka frikë Sali Berisha, jo po ai ka shumë audiencë të tjerë. Njerëzit që po i shkojnë Sali Janit, unë që jam i brendshëm, e di shumë mirë që janë njerëzit të cilët ishin në krahun e Ulbashës. Pra njerëz të cilët e kanë të vështirë të kalojnë vetveten, të pranojnë që vullneti i shumicës, vota e lirë demokratëve zgjedh Sali Berishën kryetar. Janë këta njerëz që 2023-shin ishin rreth 110.000 vota të Ulbashës, kanë shkuar tek Agron Shehra te Drit Lapaj. Dihet e miqësia e Salianit me Lapajn, dhe Saliani thotë, nëse më nuk më del tu, unë shkoj parti me Lapajn, edhe do marr prapë këto vota. Kjo është i gjithë loja, thjesht për të imponuar që në 2030 të garoj për kreun e kryetar. Dhe thash, nuk po bën interes për mua, nuk e ndjek. Unë e kam bërë në një shkrim timin dhe e kam mbyllur me aq. Është një furtunë got. Por për të rikthyer tek protesta, pra qëllimi është imponimi nëpërmjet numrave. Patjetër. Ndoshta e ka ulur çik entuziazmin ajo që ndodhi me Trumpin, tek ndoshta pritshmëria më e lartë që mund të ishte. Mënyra si funksionon Rama është e tillë. Vetëm bën zhurmë, kakofoni. Si në çdo skandal, tenton ta mbulojë me një skandal tjetër, dhe kjo nuk është inteligjencë. Kush e mendon Rama për inteligjencë ka shumë gabim. Rama nuk është fare inteligjent. Rama është thjesht një person i cili ka vjedhur shumë para, ka grabitur shumë para dhe nëpërmjet parave ndikon në blerjen e votës dhe tek mediat për të manipuluar opinionin publik. Me propagandën nuk e ka dalë, me sinqeritet ta them. Sepse thonë her pas here që ja ka dalë propagandë, nuk e ka dalë. Po tek të dalë me propagandë nuk e kishte nevojë të falte 2 miliardë euro gjopa. Nuk e kishte nevojë të diskreditoj publikisht duke bler vota. Nuk e kishte nevojë të përdorte bandat, po tek të dalë me propagandë. Propaganda është thjesht një ombrell, një çadër për të fshehur krimin e madh ose për ta mjegulluar pa krimin e madh. Megjithatë, ai sikur e futi dhe opozitën në kurth, sepse me votën në parlament, sikur opozita ja preu jetën për të shkuar në shtëpi e bardhë. Këtu jo, këtë e kam merak të u shpjegoj. Rama erdhi në parlament dje dhe nxitoi të ikte vetëm për një gjë, për të i futur në kurth Sali Berishën dhe opozitën, për të mos e votuar ligjin. Pra kur ai doli dhe u frysi ka poshtë si Gjeldeti, e thoshte që ju do votoni si çeçua në radhë për emrin tim aty, sepse unë jo bëj vazhdimisht kurthe dhe unë gjithmonë gjej gjëra brenda. Ai po e trysnonte opozitën të mos e votonte. Pra po ndikonte në perceptimin publik, në opinionin publik, që të mos votohet ky projekt ligj që ka Edi Ramën paketë brenda. Po, por do e thash, ai shkoi aty që nesër ta përdorte që opozita është kundër Amerikës, kundër Trumpit. Rama mund të fshihej shumë mirë, edhe të vazhdonte prapë me lojën, siç bëri me Jared Kushnerin që është këtu, po ai nuk ishte, se ishte në Rusi në takim me Putinin. Mund të vazhdojnë gënjet edhe për të gjë. Prindën e heshtë gjë është në Davos atje, por nuk është thjesht karige. Mjafton dhe tjetra që vajza Trumpi tani, nëse do ishte Rama Duro, nuk do ta lejonte që të shkonte në kryeministri. Patjetër, vajza Trumpi ka ardhur shumë herë këtu. Edhe biznesi nuk është i saj, po ajo është thjesht ndërmjetës, me sa kam kuptuar. Do të jenë arab apo investitorë të tjerë serioz për të ardhur për të investuar në Zvërnec. Tani, vajza e zotit Trump ka ardhur disa herë në Shqipëri. Një herë në 3-4 muaj. Ne jemi këtu, ka ardhur edhe ëndri. Por përfundimi është që Rama po merr goditje. Rama vazhdimisht po merr goditje. Dhe goditjet më të forta kanë ardhur në nëntor. Po goditja më shumë erdhi për shqiptarët, për çështjen e vizave sesa për atë politikisht, për atë çfarë ka ardhur goditje. Ju kë quani goditje për të? Akshin edhe Belinda Ballukun. Rama është kapur duke vjedhur tek tuneli Llogaras 97 milionë euro me Belinda Ballukun, me Ergys Berberi. Ju pas kësaj thoni që janë amerikanët që zbuluan. Po shiko tash, sepse edhe Rama vet po e thot, e tha edhe dje, po të keni qenë të vëmendshëm. Por ku forcua Spaku për 2 javë që të godasi Edi Ramën në procedurë? Nuk bëhet me fjalë për të brendshme apo për estetik apo për lyerje ndri pllakash banje. Bëhet fjalë për procedurë. Pra këta janë grupi strukturuar kriminal. Këta kanë ndikuar në vendosjen e çdo tenderi, kanë përcaktuar çdo tender, e kanë fiksuar tenderin sa kanë dashur dhe me kë kanë dashur. Tek Akshi është familja e kryeministrit brenda, kopshti privat i Edi Ramës, thot Arben Ahmetaj, ish numri 2 i qeverisë Rama.
Dhe këtu ka procedurë, deri më dje, qoftë për inceneratorët, nuk ka shkuar te procedura SPAK-u. Që si është ndërtuar ose si ka ardhur vendimarrja për inceneratorët. E kanë ngrënë kot Alçi Bllako, Lefter Koka bëri burg kot, sigur e kishte bërë Lefteri me Alçin. Jo, e ka bërë Rama me Veliajn. Janë 430 milionë euro nga inceneratorët, ku inceneratorët nuk punojnë ose nuk ka fare incenerator. Ku shkojnë to lekë? Por SPAK-u nuk u mori me procedurë deri dje. Është marrë sot 2 javët e fundit të nëntorit dhe po vazhdon. Dhe po të shikoni edhe një gjë. Rama dje i tha, shpresa jo ka ngelta që ju të më arrestoni më nëpërmjet SPAK-ut, sepse unë edhe Trumpin e korruptova. Pra, indirekt, ose unë jam futur familjen e presidentit dhe ju edhe këta kartën tjetër amerikane nuk e keni më sepse unë u mora. Ky është një mashtrim. E para sepse Rama po zhytet më keq duke keq përdorur vajzën e presidentit. Këtë e thonë ju, por shiko, po jo pra, e thon faktet, ajo ka ardhur këtu edhe më përpara dhe Rama ka marrë goditje nga SPAK-u. Sot ka frikë, ka dalë punë të drejtësisë Rama. Po bën grush shteti duke bllokuar vendimin e prokurorisë për arrestimin e zonjës Balluku, duke e komplikuar më tepër situatën sepse ajo vazhdon të kërcënojë njerëz, vazhdon të përfshi prova, vazhdon të japi vendime të reja, ka dhënë mbi 100 milionë euro tendera brenda muajit dhjetor. Pra Rama po vazhdon të bjeri në pikë. Thjesht krekosja e Ramës është për të frenuar, për të marrë kohë që të mos arrestohet. Por kur i tha opozitës që ju ka ngel vetëm SPAK-u, që të më arrestojë mua, kjo është frika e Ramës, është subkonsciencia e Ramës që flet që po shkon drejt arrestit. Keni edhe analistë pra Ramës, të cilët thonë që me këtë që ndodhi tani, me ftesën që mori Rama, që ftesa kishte shkuar 100 vendeve, jo vetëm Ramës. Ky analist nga Kosova thoshte që SPAK-u tash do tutet, edhe nuk do të vazhdoj procedurën deri në fund për arrestimin e Ramës. Tu flet subkonsciencia e këtyre njerëzve. Megjithatë s'kemi parë në arrestim të një kryeministri në detyrë, as në vendet e rajonit jo. Por kjo nuk do të thotë që s'ka për të patur. Nuk e di. Shiko, Flas nga historia. Unë i bëj një pyetje gjithë shqiptarëve. Për çfarë na duhet drejtësia, nëse nuk arreston kryeministrin në detyrë? Dhe zoti Berisha ka thënë i pari prej 2 apo 3 vitesh përpara, po ndoshta edhe më tepër, hajde të heqim parashkrimin për kryeministrat në detyrë. Kryeministri ish kryeministër. Unë s'kam frikë, ka thënë zoti Berisha. Ti nëse ke frikë, vazhdo. Nëse s'ke frikë, hiqe. Për çfarë mbrohesh me imunitet? Sepse shqiptarët dhe çdo njeri në botë, çdo popull që qeveriset, për çfarë pret nga prokuroria? Që të arrestohet ata që janë në detyrë. Kurse Rama thotë, jo, thotë mos më prekni mua, se unë jam kryeministër. Por Rama ndoshta zot bjeni ndonjëherë nga kryeministri derisa ta marri zoti. Dhe nuk e dim se kur do jetë. Rama thotë unë do vjet zgjedhjet, po mos pres se jam kryeministër. Unë do vjet Shqipërinë, mos pres se jam kryeministër. Pra ky njerëz ka ndërmend të largohet nga pushteti. Si do ja dalim ne këtë person? Do marrim armë, do vrasim njerëz. Po kjo nuk është rruga e dur. Po këtë mohoi edhe Berisha nuk do ketë dhunë, por nga indicet që ju keni me strukturat, me demokratët, me degët, ka shanse që pra protesta mos jetë nga ora 5-8 me orar, por të zjas më tej, apo ndoshta një rikthim të çadrave? Jo, zoti Berisha ka thënë që nuk ngul çadra. Nuk jam i çadrave. Atë në çadra jo. Në iskalim jo. Jam pak më i fortë se pretendoj çadra. Nuk kam detaje se çfarë do të ndodhi nesër. Di që ka një revoltë jashtëzakonshme. Do të ketë edhe domethënë lëvizje popullore. Populli do jetë i lirë për të vepruar, sepse është i vjedhur dhe nuk ka asnjë alternativë tjetër, nuk ka asnjë rrugë tjetër për t'i dhënë zgjidhje kësaj pune. Pra ti të votoj i lirë nuk e lë, se i vjedh zgjedhjet. Të marri vendime vet ose të punoj drejtësia ti nuk e lë. Si do ja dali ky popull? Ti po shkon pa i merr pronë, po i nxjerr nga shtëpia, po i shkatron shtëpinë, po i vjedh parat, po i vjedh të ardhurat. Ti e ke çuar në pikën kritike, jo vetëm popullin, por edhe vetë vendin. Këta kanë ardhur me qëllimin prej fillimit vetëm për të vjedhur. Nuk ka. Një komentues po marr prap çfarë thot populli, shkruan që më i jetur Berisha ishte për vulën në 8 janar, pra kishte më shumë etje se sa në protestat që ka zhvilluar kundër Ramës për pushtet. Shiko, ajo çka ka ndodhur 8 janar, sepse njerëzit edhe janë emocional, edhe ndikojnë.
Ai që ka ndodhur 8 janar ka ndodhur prej Edi Ramës. Edi Rama donte një çarje të madhe në PD dhe futi policinë. Policia s'kishte punë aty. Dhunën e ka bërë policia, e kanë bërë gazi kimik, që ja hodhën edhe në fytyrë zoti Berisha. Po për çfarë ja hodhën? Ja hodhën për ta denigruar, ja hodhën për të thyer mitin e të fortit. Pra Rama është munduar në 13 vite ta shkatroj PD-n, ta shkatroj opozitën shqiptare, siç ka bërë në partitë e tjera. Pra ky njeri ka dashur të vendosi monizmin në këtë vend. Dhe aty nuk ishte dhunë. Zoti Berisha në 8 janar ka shkuar për t'i thënë partia ka zgjedhur që ta drejtoj unë. Dilni nga zyrat, sepse ne jemi shumica. Pse Basha në paranojën, në çmendurinë e vet, blindoi PD-n, ky nuk është faji Sali Berishës. Unë e kam thënë më përpara, po e them prapë sot. Ne me qetësi olimpike kemi marrë PD-n, kemi marrë Vulën, me qetësi olimpike do marrim edhe partinë edhe pushtetin. Ne nuk jemi parti e dhunës, ne nuk vim me dhunë për të prodhuar dhunë. Ne vim për t'i dhënë zgjidhje Shqipërisë. Dhe kemi thënë, duam qeveri teknike, duam zgjedhje lirë të ndeshme, ta zgjidhni vetë shqiptarët. Ore mbashe zgjedhin dikë tjetër, se Rama nuk e zgjedh me njeri. Nuk është problem për ne. Ne duam që të flesim në garë të lirë. Mendoj që problemi më i madh i qeveria teknike, e keni, mendoj unë, me gjykim modest, problemi duhet kërkuar më thellë ndoshta tek lëshimi i bashkive sa atëherë imponoshit më shumë edhe me numra, po ndoshta edhe rezultati mund të ishte ndryshe, edhe nëse do kishin një qeveri teknike, që edhe nëse mund të jetë tani, prapse prap. Unë nuk jam hipokrit. Unë kam qenë pro edhe djegjes mandateve, edhe për lënien e bashkive, e kam pranuar. Nuk është se kam qenë pro për djegjen e bashkive, por e kam pranuar. Okej? Dhe problemi që nuk fitoi PD-ja, nuk është se u lan bashkitë apo se u dogjë mandatet. Çdo shqiptar duhet të ketë qartë. PD-ja nuk fitoi në 2021 se do vodhën zgjedhjet. Në 2021 besoj që ishte më shumë problemi koalicioneve se nëse do ishit bashkë me LSI-n. Çdo gjë pra. Ky është kushtetues. Atë nuk e pengoi Rama koalicionin me LSI-n. Dakor. Ajo çështje teknike e Lulzit bashkë. Po fitore, se më afër se atëherë besoj se keni qenë ndonjëherë. Jo, ka një gjë tjetër që shumë pak njerëz në këtë vend ose mund të jenë me gishtat e dorës e kanë thënë, po unë e kam thënë, po e përsëris prapë. Partia Demokratike me exit pollin e Antonio Notës ka qenë 4 pikë mbi PS-n. 3 pikë mbi PS-n, më fal. Në 25 qershor 2021. Partia Lëvizja Socialiste për Integrim ka qenë 4 deri në 8 pikë përqindje. Pra PD-ja forcë e parë, me LSI-n forcë e tretë, bënin qeverisje koalicioni dhe të drejtën për ta bërë koalicioni kishte Lulzim Basha. Çfarë ka ndodhur tash? Se e kam dhënë një video përpara gjatë fushatës, mos gaboj. Ai exit polli është hequr maksimumi në orën 9 të mbrëmjes, ditën e zgjedhjeve, por është hequr në 9:10. Pra ai exit poll nuk ka zgjatur më shumë se 1 orë 45 minuta në media. Tek Ora News ka qenë. Dhe PD-ja po don ja unis, ka qenë forcë e parë. Pra njerëzit kanë shkuar të votojnë dhe nuk janë të kompleksuar thonë që unë votova për Ergesin apo votova për X-in. Por më shumë ju mendoni që do ndikoheshin nga ai sondazh apo nga gjithë këto që ju thoni skandale që kanë ndodhur në këto vite? Jo. Të lutem nuk më kuptove. Është exit polli, njerëzit kanë votuar. Exit polli ka dalë në orën 19:15 minuta. Flisi pas mbylljes diskutive, po. Sa po mbaroi diskutimi. Unë kam qenë duke çuar Putin në qendrën e numërimit. Dhe kur kam marrë ka parë exit pollin tash mbaroi kjo punë e fituam. Por në fakt aty u mor peng Lulzim Basha. Sepse ti thash exit polli nuk u shfaq më mbas orës 9. Po deri 9:05 ka qëndruar. Basha hapi shampanjën po. E hapi shampanjën Basha, por pastaj nuk e mbrojti votën. To është problemi, thash, ai exit polli që nuk u shfaq më në asnjë ekran, edhe vetë tek Ora News nuk është shfaqur më. Tregon që ka pasi presion të jashtëzakonshëm dhe një skenar për ta mbajtur pushtetin me forcë, me arogancën që kishin ata. Dhe plani ishte pastaj për të nxjerrë jashtë lojë doktor Sali Berishën. Dyshoj se ai ishte edhe kurth për të pranuar procesin që ishte i tretë, edhe në fund i heshtje nga PS-ja kurth, që në fund fare pastaj të nesërmen u rikthye janë vjedhur votat kur hapën kutit. Shiko, thash edhe një herë pra, se si luan Rama, është punë e Ramës. Unë kam me Lulzim Bashën që nuk mbrojti votën.
Të gjithë shqiptarët e panë që PD-ja është 3 pikë, 4 pikë mbi PS-n. Koalicion me LSI formon qeverinë. Ky personi si nuk e mbron votën, dhe Sali Berisha ka thënë një gjë Lulzim Bashës. Kjo punë shkoi kështu, bëj çfarë ka mbaruar në 2001-shit. Dhe Sali Berisha e bëri në 2025. Gjatë gjithë verës, njerëzit kërkonin protesta ndërsa Sali Berisha merri të mbronte votën. Berisha ishte i vetëm se ligja gjithë verës, çdo ditë, ndërsa të tjerë nga strukturat nuk ishin në Tiranë apo jo? Jo, kjo nuk është kështu. Ka një gjë. Sali Berisha është detyruar të dalë sepse mediat nuk i shfaqin politikanët e tjerë. Dhe ka thënë, nëse unë nuk dal, të nxjerrë të tjerët mediat nuk i shfaqin dhe shqiptarët nuk e dëgjojnë të vërtetën. Prandaj detyroi të dilte çdo ditë, edhe 2 herë në ditë, për të denoncuar masakrin elektoral që bëri Tirana. Sepse mediat tash janë të gjitha pothuajse të kapura, mbi 90% e tyre, edhe vetë audienca që ka dalë studimet është 90% i shërben pushtetit, 10% është zëri opozitës. Dhe kur ti thua shqiptarëve 9 herë keq Berisha, 1 herë mirë Berisha, apo 9 herë mirë Rama, edhe 1 herë mirë Berisha, populli edhe e hallakatet. Ose nuk arrin të dalloj realitetin, pavarësisht se e ndjen që ka më pak lekë në xhep, pavarësisht se e ndjen që s'ka më lekë për ilaçe, pavarësisht se e ndjen që s'ka shërbime, që rrugët janë cop-cop, që rrezikon dhe jetën në rrugët e Tiranës, pavarësisht se mjekët po largohen, pavarësisht se arsimi po degradon, pavarësisht se shkollat po mbyllen, pavarësisht se nuk dalin deri në fund të muajit ose kosto është bërë papërballueshme. Njerëzit to i din, por Rama mban mjegullën para shqiptarëve që shikoj se nuk ka ndryshim, pra edhe po i ka unë nuk është do vi më mirë se mua. Me këtë po qeveris Rama, unë jam i keq, dakord, por nuk ka më të mirë se mua. Dhe më mirë më bani mua sa të merrit të keq tjetër. Ndërkohë që nuk është kështu, se s'ka qenë kur kështu. PD-ja dhe PS-ja nuk kanë asgjë të përbashkët. Ne jemi parti e cila ka synuar arsimin, ka synuar edukimin e brezave. Ndërsa Rama e përfliste arsimin prej 2011-s dhe në vazhdim, thoshte që diplomat falso, vitrina kristali. Kishte 2-3 universitete problem, po kishte. Por kjo nuk mund të shkatroj gjithë politikën e madhe. Sepse Rama kishte për qëllim ta orientonte shoqërinë shqiptare, të rinë shqiptar drejt drogës. Pra ne i çon drejt arsimit, Rama i çon drejt drogës. Ne i çon drejt dijes, Rama i çon drejt helmit. Ne i çon në auditor, Rama i çon në vare. Ose në purg. Por kjo ka ndodhur me shqiptarët. Pra ne jemi për të ndërtuar shtetin, për të edukuar brezat, për të forcuar shoqërinë shqiptare, moralin, edhe prodhimin në Shqipëri, Rama orienton drejt drogës. Ne s'kemi asnjë të përpashëm me këtë. Ne dyfishoni pagat, ky ka 13 vjet akoma s'ka dyfishuar. Ne bashkuam kombin, ky vajti vuri traun kombit. Ne shkonim në NATO të antarësoheshim, ky thoshte është NATO, nuk na duhet NATO, se është NATO. Ne liberalizoni vizat, ky thoshte nuk na duhet liberalizimi vizave, do pushtojnë, do ikin gjithë shqiptarët në PE. Dhe sot i thot shqiptarit shiko se nuk është në dorën tonë, ne kemi shumë kushte, nuk ja dalim do të antarësohemi në PE 2030. Ky njeri në 13 vite, vitet 13 qeverisë, nuk ka mbajtur asnjë premtim. Ironikisht do thoshte që vetëm premtimi është edhe i pambajtur, i Eduard Shalci që tha do vjedhim me lezet, nuk do vjedhim nuk ka flagrante. Edhe këtë se mbajtën, se e kanë bërë mullar. Unë ju kërkoj ndjes sepse e zgjata shumë, po kam edhe diçka të fundit. Po. Ndoshta mendoj që për te denoncimeve nuk është se mjafton vetëm të denoncosh për të ardhur në pushtet. Duhet edhe diçka tjetër. Por për ta lidhur me atë që ndodh të dielën, pra një ditë pas protestës, të hënën, do të jetë e vazhdueshme. Por tek alternativa, edhe një kolegu juaj i tha zot Berisha, ju sepni alternativë. Në moment që ai po flisë për alternativë, nuk na duhet kjo se jemi në fushat. Pra, edhe vetë mediat ose edhe opinioni publik, sidomos analizat që e formsojnë apo e ndikojnë opinionin publik, duhet të jenë më të sinqertë me Partinë Demokratike, sepse bëhet fjalë edhe për jetën e tyre. Pra, edhe ata njerëz jetojnë në Shqipëri, jetojnë në pasiguri, ku po vriten fëmijët në dyert e shkollave. Dhe ka vazhdimisht vrasjet adoleshentëve apo thika në përtruat adoleshente. Dhe kjo është prej pasigurisë. Dhe askush nuk është i sigurt sepse edhe nëse keni shkollë private, edhe atje mund të goditet me thik, ose mund të goditet jashtë, ose mund të goditet në lagje. Sepse në moment që ka të tjerë fëmijë me shumë personaliteti që lëvizin me lejnë e policisë me armë të ftohta apo me armë të nxehta me vete, edhe fëmia është i pasigurt nëse ti je mirë ekonomikisht.
sepse do xhelozoj te fëmia jot, do të pëlqej që ti ushqesh mirë, vishesh mirë, apo ke diçka, një aksesor apo një makinë të mirë, dhe për xhelozi do vi të ngacmoj. Pra askush nuk është i sigurt, të gjithë do të jenë të sinqertë me këtë. Me alternativë e kemi dhënë, programi ka qenë jashtëzakonshëm për 2025. Por nuk funksionoi sepse nuk pi ujë para bandave alternativa. Nuk pi ujë para narkoshtetit. Një informacion që mund të jetë edhe perfekt, pavarësisht se nuk arrit kur, sepse dikush do një, dikush do një tjetër, po çfarë do dhe ekipi të bësh, çfarë do dhe programi të bësh, ti pa një garë të ndershme, nuk fiton dot. Edhe kandidati që do ishte për Tiranën në zgjedhje parakohshme, edhe ai s'kishte për të fituar. Pavarësisht se pritshmëria ishte shumë e madhe. Thjesht Ramës nuk i duhej të bënte një masakër tjetër elektorale në Tiranë, kur e kishte duke dalë raporti OSBE-s. Pra unë e kam Tiranën, po të shoj Ogertën, dhe sot është Ogerta kryetare e bashkisë de facto. Nuk kam nevojë që t'i hap punë vetes për ta bërë mu të dukshme që mirë opozitës, po edhe shoqëritë civile, unë ja vjedh votat. Po tha unë e kam, pa e mbaj vetë, s'ka nevojë, pa anulloj zgjedhjet. Kështu që e vetmja rrugë është dorëzimi i Tiranës, qeveria teknike, zgjedhja të ndershme dhe protesta e nesërme do të jetë e vazhdueshme. Nuk do të jetë protestë që ne dalim sot edhe pastaj të dalim pas një muaji. Mund mos jetë të dielën, mund mos jetë të hënën, sepse unë nuk kam detaje, por do të intensifikohet deri në dorëzimin e Tiranës, sepse ka vetëm një gjë, dhe ma besoni me sinqeritet. Nëse opozita nuk e fiton këtë betejë, opozita shkatërrohet. Se Rama nuk bie nga pushteti. Por unë jam i bindur që opozita këtë betejë do fitoj me qetësi tash, siç fituam, morëm drejtën me një partinë tonë, morëm vulën, liruam Sali Berishën nga arestimi politik, do të marrim edhe pushtetin me qetësi, pavarësisht se Rama do zhurmë do dhunë. Faleminderit. Zotësiu, faleminderit ju. Rofsh, vëlla